si do të veprojmë tashin për ta pastruar kallën. Në fillim, me i prefse thojsh, e pickojmë pakat kallën, ose me atë limë, putim këmbët në një legen me ujë të ngrohtë dhe me krip. Për shembull, 5 litra ujë, një lugë gjelle krip të zezë. Nëse kemi dhe lëkura të ashpërsuare, të trashura kështu, mund të shtojmë dhe pak sot buke. Pra kjo bëhet një si dezinfektues dhe pastrues. I heqim këmbën nga uji i nxehtë, marrim hudhrën dhe e vendosim, e pres një hudhër kështu në mes, që të ketë pak në mes, po, dhe ja vendos kallës përsipër. Siç e kam kështu, janë gjithë kallës këtu. Dhe mbaj afërsisht 5 minuta. Edhe geraniumi që është këtu, për shembull, fillon që të japi pak atë efektin e tij shkatërrues. Atëherë, pasi e heqim këtë, e lëm të thahet, 5-6 pika qumë shfiku, 2 thelpinj hudhra, i shtypi mirë, e shtrydhim atë, marrim e pikatore dhe lyejm vetëm kallën. Kështu këtë e lëm tër natën. Ditën tjetër, kjo ka shkatëruar këtu qeliza, pa diskutim. Pra pastrojmë, heqim qeliza të vdekura, të nekrotizuara, me atë presen e thojve, prap i vendosim hudhrën, 5 minuta, dhe prap pastaj vendosim 2-3 pika qumë shfiku. Dhe ky proces vazhdon, derisa të gjithë njerëzit që i kanë trajtuar kallët kështu, kanë vënë re se ajo ka dalë me ca si rrënja dhe mballësh kështu. Ka qenë aq e thellë, me atë rrënjë që është krijuar. Atëherë procesi ka qenë i përfunduar.